Bazi ishte ndalesa e radhës e kandidatit të Partisë Socialiste për kryetar të Bashkisë Madh në zgjedhjet e 9 nëntorit Altin Bojni. Gjatë takimit me banorët e kësaj njësie administrative, Bojni u zotua se do të vazhdoj projektet e nisura jo vetëm në infrastrukturën rrugore të kësaj njësie administrative, por edhe në arsim shëndetësie të tjerë. Në fjalën e tij, deputeti Agron Malaj tha se në 6 vite është ndërtuar një bashki model, jo vetëm në aspektin e menaxhimit, por edhe të investimeve. Ndaj kërkojmë mbështetje me votë për kandidatin Altin Bojni që ky model të vijojë. Këtu në njësinë administrative Bas janë bë punë në 41 kilometrat që kanë qenë të gjithë Bashkisë Madh, edhe këtu është bë me asfaltim rrugë e Karicës, rreth e bazit, por ne kemi edhe 35 kilometra rrugë tjera që do vazhdojnë, që do jetë pjesa e rrugës Fush Bazit, do jetë rrugës Kishës dhe gjithë pjesën e njësisë administrative Bas që është projektuar që do bëhen me asfaltim. Por ne nuk do të humbim vëmendjen edhe në rrugët e lagjeve, edhe aty ku ka nevojë për malore betoni kudo. Ne do jemi me ju dhe për ju. Ne kemi arritur të bëjmë një model përgjegjëshmërie, përgjegjësie, besueshmërie ndaj institucioneve të bashkisë, por kemi nevojë që të çojmë akoma më shumë përpara me një mbështetje të fortë qeverisë për të bërë sa më shumë punë të mira të mëdha. E para, kandidati jonë është i kandidat që i provuar, i sprovuar në shumë institucione të Bashkisë Madhit, ku me të vërtet ka spikat në drejtim, menaxhim të këtyre institucioneve, por edhe si kryetar i Këshillit Bashkiak në këto 2 vite të fundit, ka qenë një bashkëpunëtar i imi në ndryshimin apo në transformimin e këtyre punëve të mëdha që ne kemi bërë në Bashkinë e Madhit, ku së bashku kemi qenë projektues, ideus, miratus për të bërë këto punë të mira edhe në njësinë administrative Bas. E them këtë sepse kandidatura jonë është i njohës i mirë i pushtetit lokal, i di mirë problematikat e kësaj zone, e këtij territori, e këtyre njerëzve. E njeh mirë Madhin sepse është pjesë e administrimit, por dhe financimit apo e miratimit të këtyre punëve, por dhe pjesë e halleve, shqetësimeve ku së bashku kemi qenë në gjithë dëgjesë publike të 8 njësive administrative që ka Bashkia e Madhe. Ne u kërkoj një mbështetje gjithë secilit, ta mbështesim Altin Bojnin në këtë garë, ta mbështesim sepse me të vërtetë është alternativa më e mirë. Edhe në takimin me banorët e njësisë administrative Rrugaj, kandidati Altin Bojni u ndal në projektet që janë investuar vitet e fundit, siç është furnizimi me ujë të pishëm për të gjithë fshatrat e kësaj njësie administrative. Bojni shtoi se investimet nuk do të ndalen me kaq, pasi do të vijojnë me asfaltimin e rrugëve, sistemin e ujit vaditës e të tjerë. Deputeti Agron Malaj tha se nuk është koha e eksperimenteve, por për të vijuar punë të mëdha të nisura dhe për të bërë punë të tjera. Në Bashkinë Madh apo qoftë njësinë administrative Rrugaj, janë bërë shumë punë. Janë bërë shumë punë sa të gjithë i shohim, janë të prekshme. Këtu në njësinë Rrugaj është një investim, që është investimi më madhor, që është ujë i pishëm, që janë në gjithë fshatrat e njësisë administrative Rrugaj, por sot po vazhdohet edhe me shtrimin me asfalt Urak Rrugaj, edhe shesh ferr Bruç. Po punët nuk marrin këtu. Kemi shumë punë përpara me bë. Jemi drejt asaj që këto punë të mira duhet vazhdojnë në këtë lloj ritmi. Do vazhdojmë me asfaltimin e rrugës në Rremull, në Prell edhe në Kodolaç. Do bëhet edhe ura lidhse Urak Kodolaç, që është një projekt edhe ne duam ta vazhdojmë. Vazhdimësia e punëve të mira nuk duhet ndalen. Unë ju bëj një thirrje pa ndasi politike. Nga e majta në të djathtë të qendrës apo pa parti, kërkoj një mbështetje nga gjithë secili që këto punë të mira duhet vijojnë dhe nuk duhet të ndërpriten. Nuk kemi kohë të bëjmë eksperimente, sepse matje matjanët nuk janë për eksperiment. Ne kohën e kemi ta vazhdojmë vjushmërinë aty në punëve të mira të mëdha që kemi nisë, ku një pjesë e mirë rreth 90-95% kanë përfunduar. Por ama të bëjmë dhe i herë më shumë, se që kemi bërë së bashku për 6 vjetë, dhe për t'i bërë këto punë duhet një kandidat i provu në institucionet Madhit, një kandidat i provu si një menaxher i zoti, por edhe i kandidat që e njeh mirë pushtetin lokal. Atëherë ne vim tuke ju që në 2027 të japim llogari për ato punë të mira të mëdha që ne kemi bërë dhe do të bëjmë. Për ato punë që
kanë dalë nga dëgjetat publike me ju, nga konsultimet me ju. Dhe kryesisht një infrastrukturë shumë dimensionale, siç është uji i pishëm që ne kemi det përfundimit, siç është rrugë të asfaltit, ku fazë e parë edhe këtu në Rukaj po përmbyll të ditë Bruçin, Rukajt, por do përmbylli Prellin, Rremullin, Kodërlaçin, ku do të vazhdojmë të bëjmë akoma dhe më shumë punë të mira në infrastrukturë siç janë urat, ku një ndër pikat kryesore është dhe ura që kemi që lidh Urakën me Kodërlaçin. Por të vazhdojmë akoma dhe më shumë në vaditje, me vërtet ne përfundum kanalin Bruç-Urak, por të vazhdojmë përmirësojmë edhe rrjetin e brendshëm. Po ashtu kandidati Altin Bojni zhvilloi takim elektoral përmbyllës edhe me banorët e bllokut të banimit numër 2 të lagjes Partizani në qytetin e Burrelit. Gjatë fjalës së tij, Bojni u zotua për të vijuar projektin e veshjes me sistemin kapotë të gjitha pallateve, krijimin e hapësirave publike në shërbim të fëmijëve, por edhe të moshës së tretë e të tjerë.